rritja e vazhdueshme e çmimeve. Nga marketi tek faturat, tek kafja e mëngjesit e sidomos edhe tek shportat mujore, çmimet nuk po ndalen. A do të jetë kjo krizë e përkohshme apo është një realitet me cilin do duhet që të mësohemi të gjithë prej nesh? Unë kam kënaqësinë që përmes një lidhjeje të drejtë për drejtë kemi ekspertin financiar zotrin Remzi Smajli. Profesor, faleminderit shumë për kohën. Shëndetje. Atëherë, qytetarët po thonë se çdo javë po blenë më pak se sa kanë blerë me të njëjtat para dikur. A është kjo shenja më e qartë se inflacioni po e ul kështu standardin e jetesës? Po, gjithnjë më shumë Kosovën, respektivisht qytetarët tonë, po përballen me një situatë jo të këndshme ekonomike, respektivisht me rritje të çmimeve përveç vështirësive të tjera të cilat qytetarët e Kosovës përballohen. Po, faktikisht edhe në këtë muaj kemi inflacion, respektivisht rritje të çmimeve, siç raportohet nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ne tani kemi arritur sërish shkallën prej 6% të rritjes së çmimeve, respektivisht 6% të inflacionit në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kështu që shumë shërbime, shumë produkte kanë ngrit vlerën e tyre, respektive çmimin e tyre, apo më mirë me thënë bizneset kanë ngrit çmimet e tyre, të imponuar normalisht nga situata e përgjithshme ekonomike dhe situata në vend, po ashtu edhe nga situata inflacionit ndërkombëtar, respektivisht ndikimi i çmimeve të tjera në çmimet dhe inflacionin në Kosovë. Profesor, po çka po e mban ende të lartë inflacionin në vend? Po thjesht përkujdesja e qeverisë për ndonjë mos eventuale për mbajtjen e inflacionit stabil, gjithnjë është e mangët dhe se kjo sikur i konvenon qeverisë, prandaj edhe inflacioni nuk ndalet. Por burimet e inflacionit normalisht që vijnë edhe nga kostoja e produkteve të vendore fillimisht, duke pas parasysh se shumë prej elementeve, respektive shumë prej elementeve. Sigurisht profesori ka marrë një thirrje, gjë e cila ndodh zakonisht kur kemi lidhje të drejtë për drejta me Viber, por gjithsesi në pak minuta besoj se edhe do ta kemi profesorin pasi që të përfundoj edhe bisedën, sepse u vrej qartë që pat një të tillë. Profesor, të kemi përsëri. Po. Ishim duke folur për faktorët që e mbajnë inflacionin e lartë në Kosovë, e ndërta është kostoja e ndërtimit të çmimit të një produkti, si nga ato prodhime vendore, po ashtu edhe nga prodhimet e importit që gjithnjë më shumë po ngriten. Kjo është si rezultat edhe i ngritjes, siç e dim gjithë tani me ngritjes çmimeve të naftës, respektivisht burimeve alternative të naftës, e që janë një varg i elementeve të cilat e ndërtojnë çmimin e kostos. Prandaj edhe këtu shkaktohet inflacioni. Mirë po, këti inflacioni thjesht ne do të përgjigjemi me masat e qeverisë e cila kishte munduar. Sa për informacionin, na kemi rritje të transportit, në këtë rast me 13.7%, pastaj kemi rritjen e energjisë, strehimit ujit, apo dëgjoni lutem? Profesor, ndoshta është mirë që të na lëshosh kamerën, e thrasim prap, sepse sigurisht thirrja që pati profesori bëri që kamera e tij të ndalet, gjithsesi në pak sekonda besoj do ta kemi përsëri. Ishim duke folur sa i përket faktorëve që po ndikojnë që të kemi inflacion të lartë në Kosovë. Profesor, të kemi përsëri. I kemi disa ndërkohë kuptohet. Kërkojmë ndjes, kështu që po. Domethënë jemi tek shkaktarët e mbajtjes inflacionit të lartë në Kosovë, që i thash që janë ngritja e çmimit të kostove të produkteve vendore, po ashtu edhe çmimet, mirë po një burim kryesor i rritjes së çmimeve është
shpenzimet, respektivisht çmimet e larta të naftës, të cilat kanë shkaktuar një varg zinxhiror të ngritjes së çmimeve, sidomos në transport, i cili ka ardhur në 13.7%, pastaj në energji, ujë dhe lëndë djegësi tjera në 11%, duke u vazhduar me pije alkolike e tjera që janë 5.4%, mirë po një shtrejtim, respektivisht një ngritje çmimeve dukshme është tek shërbimet e restoraneve dhe dasmave tani në këtë pikë vere. Për arsye se ato nuk janë shtetime direkt të produkteve individuale, por shtetime i pakove të ofruara për qytetarët që në një farë forme është e padukshme për qytetarin dhe padukshme për Agjencinë e Statistikave të Kosovës. E kam të qartë, a mund themi se Kosova ne si vend jemi bërë paksa të varur sa i përket tregjeve të huaja, sepse çdo krizë që po ndodh jashtë vendit realisht me njëherë po reflektohet tek ne. Po me që jemi Kosova tani është në kuadër të rrjedhave globale, prandaj nuk mund të themi edhe nuk mund të evitojmë importimin e çmimeve ndërkombëtare. Megjithatë, nuk është faktori kryesor. Faktori kryesor duhet ta gjejmë apo duhet ta zbulojmë këtu në mes nesh, respektivisht në koston e produkteve vendore që i kemi këtu, si dhe masat e qeverisë, e cila duhet të ndërmarrë për të mbajt një inflacion më të ulët stabil prej 2 deri në 3% që kishme qenë një inflacion i shëndosh. Shpesh po dëgjojmë se institucionet po merren me pasojat, por jo me shkaqet e inflacionit. Pse ndodh kjo? Pikrisht këtu doja të dilja për arsye se në shumicën e rasteve qeverisë i konvenon çmimet e larta të shërbimeve dhe çmimet e larta të produkteve të cilat faktikisht prodhojnë tatime më shumë, prodhojnë të vëshëm më shumë, dhe në këtë rast prodhojnë edhe burimet të ardhurave për buxhetin e Kosovës më shumë. Në këtë konstelacion qeveria nuk është e interesuar fort që ta luftojë inflacionin, për arsye se po mbledh taksa më shumë se sa që në realitet ka planifikuar. Prandaj këtë element nuk e kanë parasysh gjithë themi analistët apo gjithë edhe Agjencia e Statistikave të Kosovës. Në këtë konstelacion, domethënë, këtu është problemi ndoshta kryesor. Kur jemi tek të ardhurat mujore, ato nuk po lëvizin, siç po lëvizin çmimet, të jemi kështu realist. Pse atëherë institucionet në këtë rast nuk po e ndjekin me paga rritjen e çmimeve? Qeveria është mundu pak a shumë që një farë forme përmes kësaj pagës minimale, për të cilën bizneset e kanë arritur pa marrë vendim qeveria fare. Mirë po, është e pamundur në një farë forme që pagat të lëvizin në proporcion të drejt për drejt apo të proporcional me ngritjen e çmimeve. Sepse ngritja e çmimeve, inflacioni shkon shumë më shpejt se sa ngritja e pagave. Po edhe nëse ngritet paga, e kemi fjalën për sektorin publik, përderisa sektori privat është i imponuar edhe me tutje në një masë me masën e pagës minimale, përndërsa nuk është e detyrueshme që bizneset të ngrisin pagat konform inflacionit. Po a mund të ndërmerret ndonjë masë për të parandaluar rritjen e çmimeve? Po patjetër, thash se kjo i takon qeverisë. Dhe qeveria me masa të ndryshme, të cilat kishin me qenë me subvencionimin e çmimeve, me kontrollin më të rrept, aty është aparati shtetëror, respektivisht qeveria e cila mund të ndikojë që ta mbajë inflacionin në një nivel më të ulët se sa që është deri më tani. Tashmë nuk mund të themi se po kemi ngritje të çmimeve vetëm në produktet sezonale siç ka qenë gjithmonë, por po kemi në të gjitha produktet e vendit. A ka rrezik që nëse shkojnë gjërat kështu çmimet vetë se do të rriten nga dita në ditë? Po sigurisht, sepse ne e shohim nga praktika se disa çmime të cilat ngriten si shkak i inflacionit apo si shkak i këtyre krizave të ndryshme që po bëhen të naftës e tjera, ato çmime tani më mbesin. Nëse për shembull çmimet e naftës në kohën e krizës apo siç është tash, që është 1.72 euro për 1 litër naftë, atëherë ne e pam se edhe pse u menjanua kriza,
ekonomike kurfuzit atje dhe importit naftës, çmimet mbeten prapë në 1,40. Dhe më thonë, dhe nuk zbreten. Prandaj, ky është rreziku që gjitha këto çmime, edhe pse janë shkaktuar si shkak i krizave, shumica prej tyre do të mbesin në nivel më të lartë se sa që kanë qenë. Po cilat familje do e ndjejnë më shumë këtë krizë ekonomike? Normalisht krizën ekonomike e ndjejnë gjithnjë më shumë familjet me të ardhura më të ulta, si dhe ato të mesme, përderisa familjet me të ardhura më të larta normalisht që e ndjejnë më pak këtë krizë. Mirë po familjet e barta sidomos janë të prekura shumë nga kjo krizë, sepse nuk është njësoj si ta marrësh një ndihmë sociale dhe të i ekspozohesh shportës së konsumatorit kaq shtrejt, se sa familjet të cilat kanë të ardhura më të larta. Duke u bazuar në këto të ardhura tona mujore, profesor, ne si qytetar, çfarë mund të bëjmë që ta përmirësojmë standardin e jetesës? Tani është një pyetje shumë hipotetike, se çka mund të bëjmë. E para, do të punojmë më shumë. Një, e dyta, do të kursejmë më shumë dhe normalisht t'i përshtatemi kushteve të qeverisë të cilën e kemi votuar. A mund të kursejmë nëse veç Patjetër se mund të kursejmë. Nuk do hyja në një analizë tani të thellë në këta pak minuta, megjithatë unë mendoj shumë se kosovarët dhe shoqëria jonë shpenzojnë shumë, shpenzojnë madje tepër, blejmë tepër, edhe gjërat pa nevojshme blejmë shumicën e rasteve. Prandaj në këtë konstelacion ne mund blejmë. Mund t'i blejmë fëmijëve një akpullore në ditje ose 2 e jo 5. Apo mund shkojmë deti një herë ose 2 e jo 3 herë 4. Më falë për këto konstelacione, po megjithatë jo janë shumë të nevojshme, sepse kur përmendet fjala kursim, gjithë secili më kthem përgjigje, po si të kursej? Nuk kam të ardhurat që të kursej, të ardhurat e mia nuk po mjaftojnë. Gjithmonë ka vend për kursim, sepse kursimi është element i kulturës së popujve, prandaj edhe na duhet kursejmë. Secili prej nesh ta shiqojmë konsumin ditor, që të mos i pim 5 kafe, po t'i pim 2 të ke funit, dhe të kursejmë pak në përgjithësi, dhe kjo nuk është janë gjëra të vogla si duket, po në esencë janë gjëra të mëdha. E vërtet, profesor, të falenderoj shumë për kohën që ndahet për ne sot. Faleminderit juve e suksese.